Prokurori ka propozuar që ajo të administrohet si provë. 125 u srpskom tekstu. Domethënë në gjuhën serbe është faqe 125, ndoshta nuk është numri i njëjtë edhe në gjuhën shqipe. Ne vidimo Ku shohim nekoliko pet, tačnije osoba 5 persona koji leže na jednom ležaju të cilat janë të shtrirë në një shtrat dhe për të cilën prokurori vërteton, da je tu okrivljeni pretendon se aty është i pandehuri Blagoje Spasojević sa još nekolicinom okrivljenih me disa të pandehur të tjerë, i incizuar, noć uoči napada një natë para sulmit në Banjsk, i da je u uvodnom izlaganju je rečeno dhe në fjalën hyrëse është thënë se kjo fotografi është paraqitur në një hotel në Kopaonik një ditë para sulmit në Banjsk. ja ću vam sada kazati fotografiju da li mogu da predložim A ka mundësi që ta propozoj dhe si provë re tani? Pra, këtu kemi fotografin o kojoj sam sada govorio për të cilën fola tani, e incizuar me telefon mobil, ku në majën e asaj fotografie qëndron data se kur ajo fotografi është bërë, është paraqitur, si që kemi në secilin telefon mobil modern. Të më thënë datën kada se kur është fotografuar apo incizuar një foto. Në atë fotografi qëndron data 29 korik qershor 2021. Po 29 qershor 2021. na slici koju je tužilac prikazao Në fotografin të cilën prokurori e ka treguar në akt akuz nuk ka data. Unë nuk e di se si ka ardhur deri te kjo, ali por kjo fotografi është bërë parafërsisht 2 vite e gjys događaj u Banjskoj para ngjarjes në Banjsk i snimljena je dhe është incizuar shumë afër nga këtu ku jemi në Llapnasell, në një motel apo hotel ku ka qenë një pandehuri në festën Vidovdana e Vidovdanit, tada proslavio. e cila është festuar atëherë 28. me datë 28 qershor. To je jedan Gjithashtu, dokaz, predat ću vam to. të nderuar gjyqtar, kjo është një prej propozimeve për prova të reja, të cilën do t'ja u dorëzoj. Sledeći dokaz Prova tjetër, na kome insistiram për të cilën insistoj që të administrohet, gjithashtu gjendet në faqen 125 të akt akuzës, është me njëherë mbi këtë fotografi, është një listë me dorëshkrim na kojima su në të cilën janë të shënuara emrat nekih od të učesnika, disave prej pjesëmarrësve të ngjarjes në Banjsk. među njima je Ndërmjet tyre është i ime edhe emri Blagoja Spasojević. i Blagoje Spasojevićit. U tom spisku, Në atë listë, predat ću vam to kasnije, do t'ja u dorëzoj më vonë, je napisano është e shënuar kakvo je zaduženje se çfarë detyra imao ka pasur svaki od secili ljudi prej njerëzve, su imena napisana. emrat e të cilave janë të shënuara në listë. 1, 2, 3 izviđača, I kemi 3, domethënë monitorues, što znači da su u tom spisku që domethënë se në atë listë janë të shënuar uloge, zaduženja rolet, detyrat e tyre, koji su imali pojedinci të cilat i kanë pasur individet u napadu na Banjsku. domethënë disa prej individeve në sulmin në Banjsk. Pored imena Blagoje Spasojevića, Përveç emrit të Blagoje Spasojevićit, ja smatram da je to od značaja, unë mendoj se është e rëndësishme, kao njegovo zaduženje, si obligim apo detyrë e tij, kao uloga, si roli i tij, pisalo je është shënuar, bolničar, domethënë është teknik spitalor. odnosno skraćeno Shkurtimisht, BOLN. BOLN, pasi që rubrika ka qenë e shkurtër. Znači reći, bolničar je skraćena na BOLN. Domethënë bolniçar, teknik spitalor, prova tjetër, Kopija diplome kopja e diplomës završenoj školi për shkollën e përfunduar Blagoja Spasojevića, të Blagoje Spasojevićit, iz koje se vidi nga e cila shihet da je on završio se ai ka kryer medicinsku školu, srednju
shkollën e mesme mjekësore medicinski tehničar. dhe se me profesion është teknik medicinal. Sljedeći dokaz je Provë e radhës është fotografija sa izjavom fotografia me deklaratën zamjenika të zëvendësit regionalnog direktora të policije Drejtorisë Regionale të Policisë së Kosovës për veri, koji je u izjavi za jedan medij domethënë i cili në deklarat për një media izjavio ka deklaruar dvojica napadača se 2 prej sulmuesve uhapšenih janë të arrestuar 24. septembra me 24 shtator u Banjskoj, në Banjsk, janë arrestuar në atë mënyrë da je jedan od njih që njeri prej tyre me rastin e arrestimit i ka ngritur duart lart, je u momentu hapšenja kurse tjetri me rastin e arrestimit spavao. ka fjetur. I zadnji snimak, zadnji dokaz, pardon, Dhe prova e fundit, koji postoji e cila u optužnici, ekziston në akt akuz, to je fotografija Blagoja Spasojevića është fotografi e Blagojës Pasojevićit, snimljena e neposredno incizuar hapšenja, direkt para arrestimit, na kojoj se vidi në të cilën shihet da on se ai u tom momentu. në ato momente po flen. Ja kažem da smatram da su ovi dokazi od značaja, Unë them se konsideroj se këto prova janë të rëndësishme, veće će to da vrednuje, da ceni, trupi gjykues do ta vlerësoj këtë gjë, a ja ću sada ove dokaze ndërsa unë tani këto prova po jedan primjerak predati nga një kopje do t'ja u dorëzoj za sud, për gjykatën, tužilaštvo, për prokurorin, ndërsa kolegu Rudari ndoshta nuk do të ma sheh për të madhe nëse ati ja dorëzoj ndonjë ditë tjetër, se nuk e di e kam kopjet mjaftueshme, por do të tentoj që t'i gjej. ja se zahvaljujem, to je sve. Unë ju falenderoj, kjo është e tëra. Faleminderit. Avukat. U stvari, izvinjam se, sudija, oprostite. Më fal. Shumë shkurt. Ima jedna stvar Është një gjë za koju smatram da je važna, për të cilën konsideroj, domethënë, që është e rëndësisë, o čemu sam obavestio sud zajedno sa kolegom Delevićem, për të cilën gjë e kam njoftuar gjykatën së bashku me kolegun Dellević još 11. juna me 11 qershor prošle godine. të vitit të kaluar. Bëhet fjalë për parashtresën me shkrim, ku ne e kemi njoftuar gjykatën, unë dhe kolegu Dellević, që familjet, miqt I rodbine okrivljenih dhe farefisi i të pandeurve, domethënë i të pandeurit Blagojës Pasojević i Vladimira Tolića dhe Vladimir Tolić izrazili spremnost kanë shprehur gatishmëri da që oštećenima u ovom postupku që të dëmtuarve në këtë procedurë, u okviru svojih mogućnosti në kuadër të mundësive të tyre, nadoknade štetu. që t'ju kompenzojnë dëmin. Dhe këtu kemi cekur që konsiderojmë se Ako nešto nije për diçka të tillë nuk ka pengesa, mirë po deri më tani, odnosno tu smo i tražili da sud përkatësisht këtu kemi kërkuar që edhe gjykata zatraži od oštećenih, të kërkojë nga të dëmtuarit, odnosno njihovih punomoćnika, përkatësisht nga i autorizuari i tyre, dodatne informacije informata shtesë, koje su od značaja të cilat janë të rëndësisë së lartë për vendosin rreth kompenzimit juridiko-civil të nenit 461 par 1 të LPK-s. međutim ne znam zbog čega do sada Mirë po, nuk e di pse deri më tani se povodom ovog predloga gjykata në lidhje me këtë propozim izjasnio, nuk është deklaruar, nama nije poznato. së paku për ne mbrojtësit nuk është e njohur. Faleminderit.